kohë, kaloj pak në Elbasan me kolegin e Lira Xheri, do flasim edhe për provimin, por edhe për një shqetësim tjetër. Lira, fillimisht ndalim pak tek matura shtetërore, me që jemi në këtë frymën e maturës shtetërore, si ka shkuar në Elbasan, më pas ndalim pak edhe tek një problematik që t'i ke sjellë në redaksin. Thimi të përshëndes, në Elbasan, 1433 maturantë janë nështruar ditën e sotme provimit të gjuhës dhe të letërsisë. Ka qenë një ditë të jetë emocionuese për gjithë maturantët, të paktën disa prej tyre kanë ardhur më me pak emocione se në provimin e gjuhës angleze, megjithatë ai shqetësimi se çfarë i priste në tezën e gjuhës dhe letërsisë ka ekzistuar. Ka vajtur çdo gjë okay deri në këtë moment, pritet nga çasti në çast të dalin maturantët nga provimi, pasi kanë 2 orë 30 minuta në provim, është zhvilluar në 8 qendra në qytetin e Elbasanit dhe është kujdesur nga gjithë vëzhguesit dhe nuk ka pasur asnjë lloj shqetësimi. Edhe pse doli teza shumë pak pasi maturantët u futën në provimin e gjuhës dhe të letërsisë, sipas të gjithë mësuesve që ishin jashtë ambienteve të cilët presin rezultatet dhe presin të dalin nxënësit e tyre, nuk ka pasur asnjë lloj shqetësimi për shkak se nxënësit janë futur në provim pa pasur asnjë mjet teknologjik me vete, dhe ky sipas instancave përkatëse, por edhe mësuesve nuk përbën asnjë lloj shqetësimi sa i përket maturës që janë duke zhvilluar provimin. Presim që nga momenti në moment të dalin nga provimit, na tregojnë se çfarë nivele ka qenë teza, por edhe emocionet e para të daljes nga ky provim, i cili vlen theksohet se është një provim nga më të rëndësishmi të paktën për maturantët, ndërkohë që vite më parë ka qenë një provim i cili maturantët kanë dalë 50% mirë, 50% dobët për shkak të pritshmërive të tyre. Megjithatë, presim që këtë vit rezultatet të dalin më mirë për shkak të gjithë përgatitjes së maturantëve, fillimisht nga gjithë përgatitjet që kanë pasur para nisjes së procesit provimit. Megjithatë, rezultatet do t'i presim në vazhdimsi.